Perandoria e krimeve, koha për të mbajtur familjen mbretërore britanike përgjegjëse. Në një botë ku fjalët si drejtësi, barazi dhe liri përdoren si flamuj përparimi, është tronditëse të shohësh se një nga institucionet më të përgjakshme të historisë moderne, familja mbretërore britanike dhe perandoria që ajo përfaqëson. Jo vetëm që nuk është përballur kurrë me drejtësinë, por sot ende adhurohet, glorifikohet dhe shpesh vendoset në piedestalin e traditës dhe kulturës. Perandoria që ndërtoi pasurinë mbi gjakun e popujve. Nga Indi në Pakistan, nga Palestina në Kenia, nga Kanadaja në Australi, lista e vendeve që kanë vuajtur nga dhuna, kolonializmi dhe genocidi britanik është pothuajse e pafund. Kjo nuk është thjesht histori, është një plagë që nuk është mbyllur, sepse nuk është trajtuar me drejtësi. India dhe Pakistan, uria, ndarja, gjaku. Vetëm në Indi, gjatë sundimit britanik, më shumë se 35 milion njerëz vdiqën nga uria, shumë prej tyre si rezultat i politikave të qëllimshme të shfrytëzimit ekonomik të tokave për eksport, ndërkohë që vendasit vdisnin nga uria. Winston Churchill, një nga figurat më të lavdëruara në historinë britanike, deklaronte se indianët po shumoheshin si lepuj. Kjo është jo vetëm racizëm i pastër, por dëshmi e një shpërfilljeje të plotë për jetën njerëzore. Ndarja e Indisë dhe Pakistanit në vitin 1947, e dirigjuar nga administrata britanike, shkaktoi një katastrofë njerëzore. Mbi 15 milion njerëz u detyruan të shpërngulen dhe rreth 2 milion u vranë në aktet e dhunës që shpërthyen si pasojë e vendimeve të papërgjegjshme politike. Palestina, fillimi i një konflikti që nuk mbaron. Në Palestinë, mandati britanik 1917-1948 shërbeu si terren i minuar për një konflikt që vazhdon deri më sot. Ndërsa hebrejt u inkurajuan të vendoseshin në tokat palestineze, popullsia vendase u shty, u injorua dhe u përçmua, një politikë e cila jo vetëm që hapi rrugën për konfliktin izraelito-palestinez, por u zhvillua mbi modelin kolonial të sundimit dhe përçarjes. Kenia dhe Malajzia, tortura dhe internime në kampe. Në vitet 1950, gjatë revoltës Mau Mau në Kenia, britanikët krijuan kampe përqendrimi ku internuan mbi 150,000 kenian. Tortura, përdhunime, prerje gjymtyrësh dhe vdekje nga uria janë dokumentuar gjerësisht. Të njëjtat metoda u përdorën në Malajzi kundër popullsisë vendase në emër të luftës kundër komunizmit. Australi dhe Kanada, zhdukja e popujve autokton. Në Australi dhe Kanada, perandoria britanike zbatoi politika të gjenocidit kulturor përmes rrëmbimit të fëmijëve aborigjen dhe indigjen për t'i civilizuar në shkolla të kontrolluara nga kisha dhe shteti. Shumë prej këtyre fëmijëve u abuzuan fizikisht dhe seksualisht, ndërsa mijëra u zhdukën pa lënë gjurmë. Këto janë krime kundër njerëzimit të parevokuara. Trojet shqiptare, nga Adriatiku deri në Sloveni, e vërteta e heshtur që nuk thuhet kurrë. Para se diplomacia e fuqive të mëdha t'i fuste duart në Ballkan si grabitçar mbi një pret të përgjakur, shtrirja e shqiptarëve nuk ishte thjesht në kufijtë e sotëm të Shqipërisë. Përpara shpalljes së pavarësisë më 1912, trojet shqiptare përfshinin një territor shumë më të gjerë që shtrihej. Në veri deri në kufijtë jugor të Slovenisë dhe Kroacisë së sotme, përmes pranisë së fuqishme shqiptare në Dalmaci dhe viset e Sanxhakut. Në lindje përtej shkupit e Tetovës deri në Nish, Leskovac e Vranjë. Në jug deri në Prevez e Arta në Çamëri dhe në perëndim deri në brigjet e Adriatikut dhe Jonit. Këto nuk janë fantazi nacionaliste, janë dokumente osmane, dëshmi etnografike evropiane të shekujve 19 dhe 20. Dhe kujtesë historike e gjeneratave të tëra shqiptarësh që u fshin nga harta me stilolapsin e diplomacisë britanike dhe europiane. Britania dhe coptimi sistematik i kombit shqiptar. Në konferencën e ambasadorëve në Londër 1913, perandoria britanike ishte ndër promotorët kryesor të ndarjes barbare të trojeve shqiptare, për të ruajtur balancën e fuqive në rajon. Me një cinizëm të pastër, shqiptarëve u lanë rreth 28.000 km2, ndërsa mbi 65 e tokave ku shqiptarët ishin shumicë absolute ju falën Serbisë, Malit të Zi, Greqisë dhe Bullgarisë. Kjo nuk ishte thjesht padrejtësi, ishte një krim politik me pasoja të rënda historike që ka prodhuar asimilimin e shqiptarëve në Kroaci, Bosnjë, Serbi, Mal të Zi, Greqi dhe Maqedoni. Zhdukjen e komuniteteve të tëra shqiptare në Dalmaci dhe Sanxhak. Përzënjen dhe shpërnguljen me dhunë të qindra mijëra shqiptarëve në valë të një pasnjëshme gjatë shekullit 20. Asnjë përmendje për këtë nuk gjendet në tekstet perëndimore të historisë. Asnjë kërkim faljeje. Asnjë përpjekje për korrigjim. Vetëm heshtje, ndërkohë që familja mbretërore britanike vijon të lartësohet si një relike e qytetërimit evropian. Një drejtësi që nuk vjen kurrë nëse nuk kërkohet.
Nëse bota kërkon me të drejtësi për genocidet në Afrikë, për shpërnguljet në Azi, për vuajtjet indigjene në Amerikë, atëherë është koha që kombi shqiptar të ngrejë zërin për krimin që i është bërë nga perandoria britanike dhe Europa e korruptuar diplomatike. Është koha që t'u thuhet të vërtetën brezave që po rriten me mite boshe për kurorën britanike, ndërsa e vërteta është se ajo kuror është larë me gjakun e popujve të tjerë, përfshirë tonin. Çfarë përgjegjësie mban familja mbretërore? Familja mbretërore britanike nuk është një simbol i pafajshëm. Ajo është një strukturë që përfaqëson vetë perandorinë, e pasuruar nga dhuna, kolonializmi dhe grabitja sistematike. Familja Windsor trashëgoi pasuri të pallogaritshme nga shfrytëzimi i territoreve koloniale, përfshirë punën e skllëvërve dhe burimet natyrore të grabitura nga popujt vendas. Ata nuk kanë kërkuar ndjes, nuk kanë ofruar kompensim, dhe asnjëherë nuk janë mbajtur ligjërisht apo moralisht përgjegjës për asnjë nga këto krime. Përkundrazi, ata festohen, martohen në për transmetime live me miliona ndjekës, ndërsa një histori gjaku mbulohet me kurora floriri dhe fustan luksoz. Lavdërimi i pushtuesit, një dështim i shoqërisë globale. Kur lavdëron familjen mbretërore britanike, lavdëron pushtuesin. Kur ngre në qiell Elizabethën apo Charlesin, je duke injoruar miliona viktima, kultura të shkatëruara dhe kombet që ende vuajnë pasojat e drejtpërdrejta të perandorisë. Të nderosh këtë institucion është si të vendosësh një statuj të një përdhunuesi në mes të qytetit dhe t'i thuash viktimave, harrojeni, është histori. Koha për drejtësi dhe përgjegjësi. Në vend që të lavdërojmë një perandori që ka vrarë, plaçkitur dhe shkatëruar, është koha të kërkojmë llogari. Të kërkohet ndjes zyrtare nga familja mbretërore për krimet koloniale. Të nisë një proces kompensimi për vendet dhe komunitetet e dëmtuara. Të përfshihet kjo histori në kurrikulat zyrtare të shkollave në gjithë botën. Të ndalohet glorifikimi publik i një institucioni që mishëron padrejtësinë dhe shfrytëzimin. Vetëm atëherë shoqëria civile globale mund të pretendojë se ka mësuar diçka nga historia. Deri atëherë, çdo kuror që shndrit në Londër është një kujtesë e errët për plagët që ende nuk janë shëruar.